Praktika e sankcionimit përhapjes së gjuhës urrëties në baza fetare, nacionale, gjinore e kështu me radhë, në çdo shtet i ka të implementuara në mënyra të ndryshme. Kjo që është më aktuale tash në Sloveni bisedohet për implementimin e ligjit ku do të sankcionohen edhe portalet e kështu me radhë. Jam i mendimit se një çështje e tillë do të ishte mirë edhe në Maqedoni të implementohet, duke pasur parasysh se në Maqedoni kemi gjithashtu përhapje të gjuhës së urrëties në baza të cilat i ceka paraprakisht, kurse ligji aktual për shërbime audiovizuele në nenin 45 parashef vetëm ndalimin e përdorimit të kësaj gjuhe, kurse nuk ka të precizuara sanksione, sidomos për mediat elektronike nëse në emisionet e tyre paraqiten këto. Prandaj do të ishte mirë që kjo çështje të rregullohet më precize, se tash për tash ka ngel vetëm në iniciativën private të personave të dëmtuar ose të grupacioneve të ndryshme, që ato të nisin kallëzim penal drejt prokurorisë, gjithsesi Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi mund edhe ai të nis procedurë nëse kemi kallëzim nga palët e dëmtuara në këtë drejtim.